një gadishull ku malet shkruajnë qiellin me majat e tyre, dhe deti vizaton kufit me val. U rit një botë që nuk e njohu asnjë emër unik. Iliria. Ajo nuk ishte një mbretëri e vetme, as një flamur i vetë. Ajo ishte mozaik fisesh, zëra të shumë fishta, rrugë karvanësh, kështjella kodrash dhe porte detare. Emrat e udhëheqësve të saj nuk i gjen në një gjeografi të vogël. I gjen të gdhendur në kufi, në mure, në mburoja, në moneta. Ky është rrëfimi atyre që quajtën mbretër, prijës, sundimtar. Emra që përplasën shkëmbinjt e Adriatikut me zhurmën e tempujve dhe mbrojtën tokën e tyre me hekur të zi dhe besë. Iliria ishte një hapësirë, jo një shtrat i vetëm historik. Ajo fillonte nga luginat që preknin Danubin, zbriste drejt Alpeve dinarike, i afroi Adriatikut, përqafoi me Epirin, shikonte nga Maqedonia dhe prekte qafat, ku kalonin ushtarët dhe tregtarët. Në këtë mozaik jete, fisje të shumta ndërtonin qytete me gur, rrinin mure poligonale, ruanin vareza tumlare, shënonin rrugë të kripës, metalurgjisë dhe verës. Udhëheqësit e Ilirisë nuk u lindën në heshtë. Ata dolën nga xetësia e farkave, era e detit, usha e fushave, ligjërimi i kuvendeve. Disa ndërtuan flota, të tjerë ngritën fusha hekur, disa zgjodhën aleancat, të tjerë preferuan sulm. Në agun e shekullit të 4, para erës së re, një emër ngrihet mbi fushat dhe luginat e Dasaretis dhe Maqedonisë së Sipër. Bardhyli. Bardhyli nuk ishte thjesht komandant, ai ishte arkitekti i bashkimit. Ai kuptoi se një fis i vetëm nuk mund të qëndrojë gjatë përballë fqinjeve të mëdha. Prandaj, mundua të thrasë në ndonjëjtën ritëm, shtiza, buroja, besë, që më parë kishin kënduar vetëm vetes. Përballë me Maqedoninë, u bë mat si ambicjes së tij. Në luginat e hapura dhe në ngushticat e ngushta, ai mësoi fqinjve se Iliria nuk ishte thjesht një shënim në margjinë, por një fuqi që dinte të gushtonte. Në kufiet kur ikte zemra e Lykenës dhe të Maqedonisë së Sipër, ai vuri shenjën e një kohe të re. U ngritën kulla brojtimi, u ngritën magazina drithri, u sistemuan shtegjet malore, që u bën arterje për ushtri dhe malla. Por epokat kanë çmimin e tyre. Në horizont shfaqen në emër tjetër, Filipi, që do të sillte rregull të ri. Kujtesa e Bardhylit mbeti sigurt themeli. Pa të, Iliria nuk do të kishte njohur kur çdo të thotë të marrësh hovë. Në jug të Ilirisë, buzë Adriatikut, ku Epidamni vështron anijet dhe kodrat rrotullohen në tarac sollisht, Glaukia shndroi bregdetin Taulan në qendër ndiki. Bregdeti kërkon sy të mpret, valët sjellin tregti, por edhe armiq. Nën Glaukun, fortifikimet u ripunuan, portet u bën vathanimisht. Rutat detare morën roje. Toka e Taulante shtrihej si mburoj. Për pasuritë e brendshme të Ilirisë, kripa, vera, vajrat, metalurgjia e brendshme gjenin shteg drejt detit. Dhe prej detit vinin lajme, aleanca, kërcënim. Glaukia kuptoi se lidhja me Epirin sillte balancë. Në kufiet ku kultura dhe politika ndërthureshin si fijet e një pëlhure, ndikimi i tij e bëri jugun ilir një të rëndësishme të lojës ballkanike. Jo të gjithë udhëheqësit të Ilirisë
sunduan nga qendrat e mëdha. Disa zgjodhën kufirin si skem, grabosi, prijesi i grabeve, e pa politikën si art ekuilibri. Mes jugut të trazuar, aleancat u bën armë, po aq sa shpata. Mëtej sira i taulantëve e shndroi kërcënimin në mësues. Kur kufiri luan në rolin e stikës, lëvizja e gabuar të lë pa dorë. Për të, fitoria ishte lëvizja e matur. Shtrirje ndikimi, ruajtje rrugë. Këta udhëheqës e kuptuan se liria nuk ishte vetëm qendër dhe kufi, por rrjetë. Ku muret dhe porti kishin të njëjtën peshë. Emri pleurat në Iliri është varës, të cilës janë shtuar unaza kohë. Pleurati i hershëm, i lidhur me jugun bregdetar, tregon kontinuitetin shtëpive sunduese. Trashëgimia e tij nuk mbaktet me numrin e betejëve, por me qëndrueshmërinë e re. Rishpërndarje influencë, përforcimi i rrjeteve tregtare, kujdes për kalim. Drejta për të sunduar nuk mbahet vetëm me shtizë, dhe mbahet me kujdes për magazinat, ajrin e minierave, furat që ndezin metalin, fushat që japin bukë. Në kohën e pleuratit, Iliria e kupton se udhëheqja është dita e pasdiqme, po aq sa çast heroik. Në shpatin tjetër të kohës, ngjitet Agron. Me të, Iliria detare arrin profilin më të mprehtë. Plotat nuk ndërtohen vetëm me drudhe, ndërtohen me rregull. Portet kërkojnë magazina, kanale furnizimi, një si vrojtimi, ndarje përgjithësisht. Në Agronin, deti bëhet rrugë dhe mburojnë. Anijet i lirë vinë e shkojnë me desh të fort në provë. Të marinar që nërojnë yret dhe erë. Fuqia detare sjell miq dhe armiq. Tregtia ritarkat, sukseset ushtarake, dezin ambicjet, Bregdeti. Në bregtën e Retves, në skajet Kuadratiku, përshëndet malin, emri i Agronit ban një honën e komandantit. Pastaj, vjen Teuta. Figura e saj ngrihet si shtyllë në horizont. Një grua në majtë të komandos nuk është thjesht përjashtim, është deklarat. Nën Teutën, Adriatiku ndryshon ton, patrullat shtohen. Portet thellojnë lidhjet, autonomia e brigjeve forcohet. Ajo e di se deti nuk fal pasigur. Sundimi i saj nuk është vetëm pledhje taksash, por rishpërndarje. Ai është ritëm i rrept. Mburojat kontrollojnë ujërat, mesazhet, lëvizin me shpejtësi ndër qytet. Këshillat mblidhen me qëllim dhe lëvizjet maten në mil. Në këtë periudhë, Iliria fiton një profil të dukshëm ndërkombëtar. Anijet shkojnë më larg, ripat bregdetare rregullohen. Trupat dislokohen me qartësi. Emri i Teutës bëhet shenjë e kontrollit detar. Në brigje ku era e kripur, ndrysh pluhurin e hekur. Sundimi i saj jep Iliris pamje të një fuqie që shikon larg dhe thellë. Kronikat ilire marrin një kthes të fortë me Gentin. Ai trashëgon një realitet, mbretëria e Bregdetit është bërë simbol dhe shënjestër. Administrimi kërkon ark të fortë, monedha duhet, magazina duhen, rendi kërkon kufi të ruajtur. Struktura shtetërore ilire, e rritur mbi fuqinë detare dhe mbështetjen e fisëve, kërkon kohezion. Në këtë fazë, lefti i presionit mbyllet. Fshinjat e mëdhenj nuk e duan pavarësinë një fuqie bregdetare që komandon korridoret e tyre. Genti qëndron në realitetin me kokë forcë. Ai ruan qendrat, përforcon kështjellat, kujdeset për anijet dhe lumenjt. Me Gentin, mbyllet epoka e mbretërve të Ilirisë. Arkitektura e qyteteve dhe monedha vazhdon.
por skema e sundimit ndryshon. Emri i tij ri sigur kufiri, shenja e fundit, një kohe, të vetë sonduar. Kur bie muzgu mbi kodrat e lirjes, emrat e udhëheqësve qëndrojnë pesë usuluesi: Bardyli, Glaukia, Grabos, Sira, Eurati, Agron, Teuta, Kenti. I cili emër është guri urës që lidh Bregdetin me brendësinë, malin me portin, shpatën me monedhën, pesën me ligj. Liria nuk u shua, ajo u shndrua. Gurët e qyteteve, gjurmët e rrugëve, paret tumulare dhe monedhat tregojnë se kjo botë nuk ishte margjin, ishte qendër e vetvetes. Dhe kur pyetja rikthehet, kush ishin udhëheqësit e Ilirias, përgjigjja nuk është vetëm një listë emrash, është një ritëm. Ritmi i frymës se një gadishulli që mësoi të ecë me 2 këmbë, tokë dhe det, dhe që sot na lë një hartë krenarie të mos e haruar kurrë.